Skënderbeu, pasi e shpërndau ushtrinë, hyri në kalan e Krujës bashkë me kalorësit e tij. Aty u dërguan nga banorët e kalas sipas zakonit dhurata të shumta privatisht dhe zyrtarisht. Princat fqinj, sikurse pak më parë i kishin dhuruar gjëra të vlefshme për luftën, por përsëri sollën dhurata të ndryshme, veshje dhe orendi. Por kjo paqe nuk zgjati shumë për Skënderbeun, sepse në festimin e sipër erdhi lajmi nga Mojsiu se turqit e dëbuar nga kalat, pasi ishin mbledhur në viset fqinje, po sulmonin ushtrinë shqiptare të drejtuar nga Mojsiu. Mojsiu i bënte thirrje Skënderbeut që të kthehej sa më shpejt në Dibër, pasi kishte frikë se mos vijej mes dy zjarresh nga ushtarët brenda kalas dhe turqeve që po afroheshin nga kufiri. Pavarësisht se Skënderbeu nuk u trondi nga ky lajm, pasi nuk besonte që turqit e dëbuar do guxonin të kalonin kufirin, por për të mos treguar ndonjë pakujdesi në punën për rizotërimin e mbretërisë dhe për të mos dhënë përshtypje se nuk po i shkonte në ndihmë Mojsiut, u nis me 100 ushtar drejt Dibrës. Por siç e kishte parashikuar, nuk gjeti ndonjë rrezik të madh nga kundërshtarët. Kjo kryengritje e turqëve vetëm sa zemëroi më shumë Skënderbeun, i cili pasi mori 1000 kalorës nga të Mojsiut, u fut në territoret fqinje dhe e plaçkiti armikun.